Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë në këtë pjesë të fundit të emisionit për të marrë vëmendjen tuaj për të folur për një temë deri diku të panjohur, edhe pse në fakt mjekët kanë folur edhe vite më parë dhe janë munduar që në forma të ndryshme, pse jo nëpërmjet mediave vizive apo të shkruara, të japin informacione mbi andropauzën. Ne ende vazhdojmë të jemi një shoqëri me tabu të thella në fakt, për më tepër nëse i referojmë gjinisë maskullore, që përfshihet këtu edhe egoja e të gjitha me radhë, vështirësia për ta pranuar edhe për të njohur simptomat e para, pse jo për ta kuruar dhe për të qenë të shëndetshëm së bashku me të qenurin mashkull, që është shumë e rëndësishme edhe kjo për më tepër për mashkullin shqiptar. Ju prezantoj me doktor Evin Dani. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Jeni ndër mjekët që në fakt e thash pak më parë, nëse thash mjekët janë përpjekur të japin informacione, ju kisha juve në fakt në fokus, sepse jeni ndër të paktët që përdorni pikërisht edhe ftesat tona, edhe për mua shtesit ju kem këtu sërish për të folur për andropauzën. Po. Unë para se të fillonim, po ju pyesja nëse është e tepërt të flasim dhe ta nisim me çfarë është andropauza, se duket sikur është një pyetje e zakontë që mund të jetë bërë shpesh edhe nëpërmjet emisioneve televizive, dhe më thatë jo, nuk është e tepërt, sepse është e rëndësishme ta themi e ta rithemi, sepse ende ka mungesë informacione. Sigurisht. Edhe juve, Juli, ju falenderoj për ftesat tuaja, për organizimin e këtyre emisioneve që fundit them unë që janë shumë të mira, po të njoftojnë gjithë publikun, sigurisht tuaj si televizion, apo këdo që në shef, për disa probleme që janë koncepteve të viteve të fundit. Janë patologji të, si të thua, të diskutuara vitet e fundit, po që zënë një përqindje goxha të lartë të meshkujve në përgjithësi. Pra, mund të themi që edhe në shoqërinë e mjekëve, apo mjekë të ndryshëm, akoma sot e kësaj dite nuk e dinë që çfarë është andropauza dhe si mund mjekohet dhe si janë shenjat. Pra gjithmonë në kuptimin e asaj që janë koncepte të reja dhe mendime të reja. Sigurisht kur themi koncepte të reja në botë, edhe sigurisht dhe këtu nga ne. Prandaj shoqata të ndryshme, si shoqata internacionale e andrologjisë, apo shoqata e urologjisë, apo shoqatat evropiane botërore, gjithmonë japin informacione, japin rekomandime, dërgojnë rekomandime apo shpallin rekomandime se si të bëhet më e ditur dhe më e kuruar kjo patologji apo ky sindrom, me thënë. E kuptoj. Pra, nëse do të themi andropauza, do të themi një gjendje e mashkullit në një moshë të caktuar. Themi andropauzë për arsye se normalisht po të qenë më të saktë në termat mjekësor, andropauza është një moment që është diskutuar më përpara, është përdorur më përpara, kurse këto vitet e fundit, këto 5-6 vitet e fundit, termi ka ndryshuar. Ka ndryshuar dhe quhet më eksakt late onset hipogonadizmi. Themi më eksakt për arsye se nëse ne themi andropauza është pak a shumë si një patologji tek seksi i femër, që është menopauza. Sigurisht femrat janë të njohura mirë me këtë lloj faze. Femrat janë të njohura se është një problem, po që është e tyre, edhe këtu është goxha për diskutuar, që ju e keni diskutuar. Por në rastin konkret, nëse themi menopauza, një femër në këtë moshë ndalon në periudhën e riprodhimit. Dhe në këtë moshë, ajo ndalojnë edhe menstruacionet. Pra, në rastin konkret, fjala menopauza, ndalimi menstruacionet. Kurse ndoshta ke mashkulli nuk mund të themi ndalim i andropauzës, andros ka meshkull, për arsye se normalisht këtu tashti nuk kemi një ndalim. Po këtu kemi një gjendje e cila shoqërohet me një shorë simptomash, me një shorë shenjash, të cilat janë problematike në pjesën më të madhe të këta meshkuj që po e kalojnë këtë moment. Besoj se pyetja më e zakontë që çdo mashkull do t'ju bënte tani është mosha, doktor. Ky është alarmi më i madh që meshkujt kanë, besoj. Sigurisht. Ka një fillim, ka një fazë me edhe simptomat e para. Patjetër që ka një fazë. Ne themi që nëse se vitet e fundit kemi një rritje të gjatësisë së popullatës. Pra, nëse ne themi që mosha 70-80 vjeç është mos e zakonshme tashti, janë ajo moshë ku vazhdon të ndoshta të jetë edhe në jetë aktive. Ne themi që është rritur shumë popullata apo numri i pacientëve të cilët po kalojnë këtë patologji. Pra,
letë ose për hipogonadizmit, ose për shprehim për emisionit për kuptim andropazë. Po e themi kështu për të qenë. Atëherë, ne mund të themi se ç'është andropaza. Me kalimin e moshës, pra në organizmin e mashkullit gjithmonë është një nga hormonet kryesore, përveç shumë hormoneve të tjera në organizmin e njeriut, një nga hormonet kryesore është testosteroni. Testosteroni është një hormon kryesor pra që i jep karakteristikat seksuale, sekondare dhe zhvillimit apo mirëritjes së një mashkulli. Në qoftë se do kemi mungesë të testosteronit, varet se kur në çfarë moshe ka filluar, testosteroni mund mungojë në moshën direkt mas lindjes, pra që në barkun e nënës, për efekte të ndryshme mund të lindë një fëmijë djalë me mungesë të testosteronit, ose mund të ndodhi dhe mbas pubertetit. Në këtë rast, këto rastet janë zakonisht problematike, janë këta meshkuj të cilët janë fatkeq, se do kenë shumë probleme në jetën e tyre, por që normalisht edhe ky grup pacientësh sikur janë i shoh në për qarkullojnë, domethënë pa u diagnostikuar eksakt. Për arsye se këta meshkuj kanë karakteristikat e tyre, janë ato që populli ka paston dikur qose, por që kanë mungesë të qimëzimit, kanë mungesë të zhvillimit të organeve seksuale, kanë shumë problematik në jetën e tyre seksuale, në ereksion, në orgazm, kanë të mangët zhvillimin e tyre seksual, pra thash, në shtat, në zhvillim dhe në organe tjera. Por një nga problemet dhe prap shumë të rëndësishme të këtyre është se këta janë pa për riprodhim, pra pa mundur për të prodhuar spermatozoide. Probleme në fakt që besoj se ndikojnë fort edhe në psikologjinë. Ndikojnë fort edhe që këta është një grup pacientësh që ndonjëherë nuk mjekojnë ashtu siç duhet, që kemi shumë i thjeshtë dhe ata të përfitojnë shumë. Unë për veten duke qenë që jem një kabinet andrologjie, i kemi të diagnostikuar pjesën e madhe e rasteve që na vijnë, na paraqiten, i kemi të kartelizuar dhe të regjistruar për t'i pas në kontroll deri diku këto raste. Megjithatë këta e kanë vështirë pra të vinë te mjeku, duke se deri diku e ndjejnë që kanë defekt dhe nuk janë si të tjerat, dhe i bën që të futen, të ndryten të vetës edhe të jenë të mirë në kuptimin e asaj, se por është e gabuar apo jo? Sigurisht është kërkuar ndihmë, gjërat mund të përmirësohen. Por arsye se jo vetëm ndihmojnë, po ata përmirësojnë jashtëzakonisht mirë edhe mund të thuash që mund të jenë të gëzojnë shëndet të plotë në krahasim edhe me grupin tjetër të moshës tyre. E kuptoj. Pra në qoftë se ne themi që kjo është në një fazë të re, në moshën e andropauzës, pra që gjithë autorët apo gjithë studiuesit thonë që është mbi moshën 50 vjeç, vihet të re një rënje nivelit të testosteronit. Testosteroni pra është ai hormon kryesor që thash, që prodhohet nga qelizat lidik në teste, por që me kalimin e moshës, këto qeliza nuk arrin të funksionojnë ashtu si dikur në rini. Pra, nivelli të testosteronit fillon e bie. Dhe është vetëm faktori moshë përgjegjës për rënjën e nivelit? Është vetëm faktori moshë, në qoftë se do flasim për andropauzë. Për andropauzën, po. Në qoftë se ka patologji të tjera është tjetër gjë. Jo, këtu jemi. Pra, në qoftë se do flasim për andropauzë, është faktori moshë. Pra, në këtë rast, se këtyre meshkujve i bie niveli të testosteronit nën ato që quhet nivel mesatar dhe i nevojshëm për mos me kriju problematikën. E kuptoj. Këtyre nivelit të testosteronit sigurisht kushdo që mund ta dëgjojë, nuk është se i shkon në zero, po i bie në ato nivele, për shembull ne kemi si kriter, kur themu ne shoqatet e ndryshme kanë arritur si kriter një nivel 3.46 mg nanogram për mililitër, dhe në qoftë se do kemi apo nën 12 nanomol, janë nivele të matjes të nivelit të testosteronit, pra. E kuptoj. Në këtë rast, mashkulli në mënyrë të heshtur fillon të ketë një sër shenjash, një sër patologjish, një sër ankesash në drejtimin e vet. E kuptoj. Duke rritur mosha, duke u bërë më të dukshme këto, duke u rritur numri i pacientëve që po kalojnë këtë moment, pra, dhe që sigurisht me mbi moshën 70 vjeç, gati 60% e meshkujve, 70% e meshkujve kanë probleme me andropauzë. Çfarë duhet bëjë një mashkull në këtë moshë, mbi të 50-at apo në të 60-at? Pra duhet të pranoj faktorin moshë që sjell ndryshime në të gjithë qenien e tij, apo duhet bërë një konsult me një mjek androlog për të frenuar, kuruar, trajtuar të gjithë situatën e përgjithshme? Pra, pyetja është shumë interesante, Juli.
Mund të them që sigurisht pra siç e përmenda me rritjen e moshës kemi një numër popullat shumë të madh mbi moshën 60-70 vjeç. Sigurisht kjo popullat ka filluar tash në konceptet e reja që ka jeta, ka filluar ta shohin jetën dhe ndryshe. Është një moshë që ndoshta çdo kush e jeton në mënyrë në vet. Absolutisht. Ndoshta kemi bërë që një që ka pasur fatkeqësi në këtë moshë mund të krijojë një lidhje të re, një martesë të re apo një jetë seksuale. Është një moshë shumë aktive tani, nuk pra ndryshe në dikur, kur ne theshim që 60 vjeç mos e ka moshën, prag moshë e tretë, tani jo më është rritur, është larguar mosha e tretë. Mosha e tretë, rritja e gjatësisë. Pra në rastin konkret ne themi që këta meshkuj është mirë që këta të bëjnë një konsult. Këtu tash ishte momenti për të thënë që nëse u fol ka gjatë për një program që mori Ministria e Shëndetësisë në kuadrin e check-upit. Unë për vetën time që kur mora vesh që filloi check-upi dhe kush ishin analizat që do të bërë, për fat keq testosteronin e kishin lënë jashtë këtij programi. Ndërkohë që duhet apo jo? Patjetër duhej dhe unë do të them do ishte një ndihmë shumë e madhe sidomos për këtë moshë. Për këtë moshë për arsye se edhe kjo moshë ishte ajo që i nënshtroheshe apo ishte futur në programin e kërkesës. Pra, bën shumë mirë që kërkojmë PSA-n, prostat specifik antigen, për të parandaluar një kancer të prostatës, po do ishte mirë që të kërkoheshe dhe testosteroni, se do kapnin një popullat goxha, domethënë të madhe, në drejtim që po kalon këtë moment dhe që nuk e din. Pra, normalisht ankesat janë të thjeshta, janë prezente, po që vinë në mënyrë graduale dhe shpesh personi mashkull nuk arrin ta diferencojë dot. E kuptoj. Ka që ne flasim, unë po shoh dhe titrat që po ikin. Kështu që fjalit e fundit do të doja koncentrat. Koncentrat. Atëherë, këta persona kanë ulje të dëshirës seksuale, kanë dopsi lodhje, kthutje, rrezikojnë për të bërë frakturë të kockave, kanë anemi, kanë mundësi për shëndoshje peshe të rëndë etj. Në rastin konkret, një madje të nivelit të testosteronit bën që këta persona me marrjen e testosteronit, këta të zvendësojnë dhe të kalojnë një jetë shumë aktive dhe të kalojnë të gjitha ato probleme të cilat ata i vuanin deri në këto momente. Dhe duket shumë e thjeshtë të thënë kështu më fal. Shumë e thjeshtë. Me që një kohës nuk na dha të shpjegonin më gjatë. Pra, nëse një mashkull do ishte barë edhe për familjarët, në kuptimin e ankesave që ka, jo lodhje, kthutje, gjendëgjumi. Shumë veta i zëgjumi duke dëgjuar një koncert apo duke qenë në mbledhje, është pikërisht testosteroni, mungesa e testosteronit që sjell të punë. Shumë veta nga këta bëjnë, domethënë apatik apo depresiv. Është mungesa e testosteronit. Nuk bën rahat me veten, është normale. Nuk e kuptojnë, ata nuk e dinë. Dhe shumë veta nuk e dinë anemin që karcirojnë. Dhe shumë familjarë konsiderojnë këtë si faktori moshë, që na duhet ne ti mos u lodhe, mos u bë. Por në rastin konkret mund të them që është një patologji që po qëse u vu diagnoza, po qëse u gjet shkaku, këta e konsiderojnë një rini të dytë jetën e tyre që kanë ngel për më mbrapa. Shumë lehtë. Faleminderit shumë për kohën. Më vjen keq që nuk mundëm të vazhdoni më tej, se me siguri shumë nga ata që po na ndjekin po thonë po çfarë të bëjnë në vazhdim. Kaq kishim kohë sot, po doktorin ju e keni disponibël gjatë gjithë kohës. Unë ju falenderoj që ishit. Faleminderit dhe juve, faleminderit. Nice. Kemi përfunduar transmetimin edhe për sot, ndërkohë nesër në orën 11 do të shihemi sërish në mesditë. Kalofshi një ditë të mbarë në vazhdim. Shihemi nesër.